Oj qika edhe i gra në përgjithësi jam në Hanalulu sot. Hajde këtu, hajde, afro, mos më largo. Hajde mos më largo vlla, ku jetë shku? Ej, s'jam duhet me gjetë adresën Hanalulu. Jo ku jemi? Shop Tivoli, Tivoli shop, po. Atëherë, nuk jam në Hanalulu, jam në Lulu. Sot kam ardhur në Lulu për të prezantuar tek miliona shqiptar suksesin e Lindita Araqit, një frizerke make-up artiste e cila bën një punë të mrekullueshme në sallonin e saj në Zvicër. Prej 6 viteve jeton në Zvicër, vepron në Zvicër dhe shërben në Zvicër. Para 15 viteve këtë punë e ka bërë në Prishtinë. Nga Prishtina ka ardhur në Zvicër, ja ku është Lulu. Shikoje pak. By LR Beauty. Lulu Lindita Araqi. Hajde me mua ta prezantoj tek të gjithë ju me adresë, me gjitha, se adresin nuk e di o vlla. Çfarë adrese ka? Po duam të prezantu punën e saj, suksesin e saj, shërbimet e këtij salloni dhe gjitha këto me radhë. Me pak fjalë edhe unë du më bo frizer o vlla se mësova këtë zanat. Arrita në Hanalulu, jënë Hanalulu, Lulu, përshëndetje Lindita, si jeni? Si kaluat? O lodhe, që bone? Më falni për pengesë. Po, koleg. Hajde mora gjigante shikoni. Po s'njofta moj? A kom ndryshu shumë? Pas ke ndryshu komplet, jo shumë, po këtu te Luluja po ndryshojshe. Për mu ndresh mu bu ma të mira, hajdini. Te Luluja, te Lindita. Te Lindita. Atëherë Tringa Gjata, kolege, apo ish kolege në fakt se tash je tërhekur këto kohë fundit, e radio televizionit Isteni që ka punuar vite të tëra, tash jeton në Zvicër rastisht që gjetem këtu. Përndryshe do kemi surprizë pastaj unë bashkë me Fidanin, kameramanin, bashkë me kolegen e kemi ditëlinjen në të njëjtën ditë. Lindita, si e? Mirë, si kalova, e lov? Mirë. Me punë? Mirë. Si shkon puna këtu? Mirë. 6 vite në Zvicër, e? Po, 6 vite në Zvicër. Si po shkon? Mirë, me stres pak po mirë. Me stres pak po mirë. Atëherë, më trego pak, para shumë viteve ti e ke bërë këtë punë edhe në Prishtinë, Po. siç e prezantova për jashtë. Para 13 vjetë, do me thonë kam provoj punë, këtë. Okej. Edhe kështu që kena vendos me bashkë me vajzën, me qelë edhe këto me hap një salon, për shkak klientëve tepër që e kanë lypën. Punën tënde. Kërkesën punën tënde, po. Për shkak të klientëve tepër që e kanë kërku punën në Linditës, kanë vendosur me hapur edhe salonin këtu në Shpretëmban. Ku në çfarë vend, si e ke emrin njëherë? Përshëndetje, unë jam Renea. Renea. Po. E gëzosh Renea. Faleminderit shumë. Salonin e kena domethënë në Shpretëmban, afër këtij shopping center, Tivoli, shopi Tivoli, përndryshe adresa saktë shopping center 13 Shpretëmban. Shishim Renea, çfarë prezantimi na dha atë adresës o vlla. Me pak fjalë, në Tivoli e din që mushet plot me shqiptar ky vend, e dini ku e keni tashmë salonin Lulu. Interesant, pse Lulu Lindita? Kena vendos bashkë me qikën, më një jamën ka tingu pak si bukur, se edhe kena vendos bashkë me Alon Lulu. Okej. Beauty, LR Beauty. Bravo, by LR Beauty. Kjo LR e prezanton Lindita Araqi domethënë. Okej, LR po. Po edhe Lindita dhe Renea. Po, edhe kjo. All inclusive. Okej. Pëlqen ky zanati i mamit? Me tregu drejt, unë jam rrit gjithmonë me këto sene, prej kur jam kohën e vogël, mami gjithmonë ka punu në këtë lami, edhe gjithmonë më ka pëlqyer edhe si hobi edhe me punu edhe si profesion, po që me flok është ma shumë lamia e mamit, unë ma shumë kam qef me thaj, me make-up, me qësi sene. Okej, do më thonë, do ta trashëgosh këtë punë, apo jo? Pa tjetër. është një punë që ja vlen shumë u bo, sidomos në Zvicër. Okej, Do super. më thonë Altin, Po. vendi i Renes është atje. Atje të thoj. Ajo e ka specialitet atje. Specialiteti Hajde saj me Renea, është. pak, hajde pak. Kolege, prit se do vi pak të ty. Renea, këto janë gjithë këto, çfarë janë këto buzkuqa, çfarë janë këto? Jo, manikyre janë këto? Këto janë gela. Gella. Po. Aha. Edhe mundohemi gjithmonë me punu me produkte sa ma profesionale. Okej. Këto janë ngjyra, kena të produkte, do me thonë kena brende të ndryshme, po që kryesisht punojna me një produkt që është Victoria Vin, edhe është produkti ma i mirë në treg për momentin. Okej, sa minuta bën ti Renea për t'ja rregulluar thojt tringës për shembull apo një femra, një vajzë? Tringës ja përfundoj thojt shumë shpesh se kjo i ka shumë të thjeshta, po më varet edhe gjithmonë çka lypin klientët, zakonisht një orë, 20 minuta, diçka kështu. Okej, ti po bësh edhe për moderatorë, më i vajzë. Flas pak me këtë kolege, a i ke mësu ti me fola, që është puna? Po, tash të
Fati jonë është që na jemi rritën në Prishtinë, kemi ardhur secila në moshë të madhe këto, në moshë të rritën, për që ata edhe flasim rrjedhshëm shqipen, për ndryshe fëmijët e mi që nuk është për mu krenu, kanë pak ngecje, po edhe ata flasin mirë, kështu që pse na flasim kështu është se na jemi rrit, jemi shkollu në Kosovë. Të flasim për shërbimet që i merr tek Lulu, e kënaqur, ke vite që je kliente këtu? Apo je njohur qysh në Prishtinë me Linditën? Po, jam njohur qysh në Prishtinë me Linditën. Kur kom punu nishtënish, kom në televizion, kom kry shumë tretmane në salonin ku ka punu Lindita. Tashti fati madh që është këtu në Cyre, në Cyre jam edhe one, edhe po vazhdojmë bashkëpunimin. Okej, bukur shumë. Edhe diçka që ja vlen. Po, hajde këtu të lutem, çfarë ja vlen me cek Diçka që ja vlen shumë me cek është që kur mame ka pas salonin edhe në Prishtinë, kena pas shumë klientë prej Zvicrës që kanë ardhur te mame. Edhe është shumë interesant që tash mami ka ardhur këtu te klientët edhe krejt ato klientë hala nuk e kanë ndru mame, domethënë edhe hala vinë me kry. Kryesisht më shumë vinë për flok, po edhe për thaje krejt këto që ne i ofrojmë. Jo ma dorën. Lindita, cilat janë gjitha shërbimet që i jep Lulu? Do më thonë zgjatjen e flokëve, tretjen e flokëve, tretmanet ndryshme, ngjyrosje, shatira, e shumë sene tjera. Okej. Frizura? Frizura. Unë një prej këtyne kam qenë në Prishtinë, do më thonë kam qenë mësues dhënëse për frizura mi mësu do më thonë akademi që kena pas, kështu që kena fillu edhe këtu po kem pak ma pak. Po flet për frizurat e nuse, pa, jo? Do më thonë krejt ata që martohen. Për ndryshe qika. Në Zvicër. Beni nuset e Lindita. Për ndryshe, më vje mirë shumë Renia, qika jam, që e ka marrë këtë, do më thonë, talentin tam, dhe është një prej make-upeve që kjo hale nuk e ka shfaqë dhe nuk e di njerë se çfarë make-up i bën. Bravo, qoftë të asaj. Sa kohë që ka për këtë salon, nëse shumë e pas ke investuar? Do me thonë që një muj këtu kam fillu, po që 2 vjetë kam pas në Vëllkëzvell. Për shkak kërkesa shumë të ndaja të klientëve, këtu i kisha ma afër edhe këtu vendosa me ardhë ma afër t'i volit e të mirëqete. Se ka parking sa dush. Edhe që e ceket që ka për me të vërtet ka shumë shqiptar këto, ka shumë kërkesa që kam pas gjithmoni o Lindita ke shku shumë largë, dush pak ma afër, sen edhe kam vendos këto. Okej, bukur shumë, suksese. Tjetër, çfarë të më thonë? Punon me termine apo edhe kështu spontan mundën me klientët? Normal ma shumë punojna me termine, po dhe me kanë dikush spontan ose që i vynë se kam shumë klienta për shembull që thojnë ja dush me ma bos zgjidhjen edhe kështu, unë nuk pritoj, unë e du këtë profesion, e bëj me gjithë dëshirë, kështu që jam gjithmonë e gatshme për klient. Orari i punës? Normali kena 10 deri në 7, po neve na bjen me dalë edhe ma herët për shkak klienta. Okej, a është vështirë mami me punu me mamin apo jo? A të kritikon apo a keni ndonjëherë probleme? A me tregu të vërtetën ajo? Valla, nuk është shumë lehtë me tregu drejt. Për shembull, pushim nuk mundesh me marrë kur dush, se kjo nuk toleron, nuk mundesh me thonë hey jam smut se s'po vi, se kjo më ka të shtëpia dhe dina jam smut ajo. Jo, po bëj hajgare normal që shumë mirë me punu me mamin çdo ditë. Këto kuptohem shumë mirë, kalojna shumë mirë edhe sani që mas shumë ti na kanë lakmirë që kjo që punojna bashkë me mamin. Okej. Apo të mungon Kosova? Shumë. Unë kom lind, jom rrit atje në Prishtinë, shoqnin, familjen, krejti kom atje, po që edhe këto e kom gjetë vetën shumë mirë, edhe këto mu kanë ofru mundësi shumë të mira, po une vetën ta më në shpe e një në Prishtinë, me tregu drejt, jo këto. Po edhe vizitoj shumë shpesh. Edhe viziton shumë shpesh. Atëherë shumë përgjigje bukur e saktë. Të gjitha femrat shqiptare në Zvicër mund të bëjnë pjesë e Lulu. Lindita, apo të mungon Prishtinë aty? Po shumë. Çfarë do thotë shumë? Shumë do thotë se i kam këtë familjen atje, do me thonë unë jam veç me fëmijët e mi këtu, edhe kështu që po shkon muji gjithmonë e vizitojna, qyshta Renea, shumë shpesh, edhe normal që mungon shoqënia, mungon familja, mungon krejt. Okej, bukur. Fryma e Prishtinës. Absolutisht. O, kolege, apo të mungon gazetaria aty, se lere Prishtinë, gazetaria? Mungon gjithmonë, kam një nostalgji të madhe dhe sot po njihna wow, mas sa vjetëve me mikrofon edhe para kamerës. Në Zvicër unë e kom ndryshu profesion, punoj në Shpitek si ndihmëse e motrës medicinale.
edhe këtu jam gjindë shumë mirë, për ndryshe, për dallim prej shoqeve të mia, Prishtinën unë e vizitoj ma rallë për shkak të fëmijëve se fëmijët i kam në shkollë edhe po duhet mi prit fëmijët kur i kanë pushimet. Mu kam bo bajagi do vite këto. Prishtina më ka ofru mundësi shumë të mira, unë e kom gjetë vetën atje shumë mirë edhe para 20 vjetëve, po për një të ardhme ma të mirë të fëmijëve kom vendosë këto. Kështu që Prishtina në Kosovën gjithmonë e kemi në zemër, shpirt, mendime në çdo sekond. Bravo. Lindita, ti ke 6 vite që je në Zvicër, Po. Edhe ti mendon me jetu këtu tashmë. Unë tham drejtën, Na jetojna me shpresën që një ditë kena mu këthy. Kur është ajo ditë, nuk e dim. unë tham drejtën, nuk kam marrë deri në moshën sa fëmijët unë i kam rritë në Prishtinë. Mundësinë e kom pas shumë moti me arë, për shkak se Prishtina është shumë e lehtë për një nanë, mi rritë fëmijët atje dhe i gjinët ma shumë qarja për një nanë. Kështu që i kom marrë në moshën, do me thonë djalin e madhe kom pru 18 vjetë, sot i ka 24 vjetë, edhe kështu që cili jam është mi orientu fëmijët e mi, me gjetë këta vetën, edhe gjithmonë me mendu penzion më këthy në Prishtinë. Okej, bravo qoftë. Jemi mesazh për të gjitha femrat në Zvicër, si ke dëshirë? Me i përshëndet apo me i ftu? I përshëndes edhe një mesazh jam është që gjithmonë nëse ki qëllimin e mirë edhe ki mendimin e mirë për me arrit diçka, gjithmonë kemi arrit. Kudo që të shkon në botë. Shumë faleminderit. Jemi mesazhin e edhe për të gjitha femrat që janë në Zvicër, sepse po fol mirë. Faleminderit shumë. Prit. Mesazhi jam kish me qenë që me pas gjithmonë durem, se edhe unë kur kom marrë në fillim këto gjithmonë e kom pas mendimin që erdha me një moshë pak të papërshtatshme, po tash edhe studioj, edhe punoj, edhe krejt qëllimet e mia i kom arrit, edhe krejt kjo periudhë që 6 vjet në Zvicër ma kam mësu sanin kryesor, ma kam mësu durimet. Kështu që edhe jo, veç me pas durim, se besoj që çdo san mundeni me arrit. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Shumë faleminderit. Po, jep edhe mesazh Tringa e fundit, po bashkë deshëm mas mesazhit ne do bëjmë një fotografi të tre bashkë me Titanin. Na jemi 3 femna që kemi ardhur një moshë të pjekun në Zvicër. Nuk o kanë lehtë, o kanë një luftë. Mesazhi jam për gjitha femnat shqiptare është mos u pajtoni me fatin, luftoni me ndryshu fatin tuaj. Fatin e keq apo fatin? Fatin e keq. Kush nuk pajtohet, kush vun prej fatit keq, mos të pajtohet. Let lufton me ndryshu fatin e vet. E atëherë ju ftoj të gjithëve që t'jeni pjesë e Lulu këtu në Tivoli, Shop Tivoli këtu, për afër në shpejtë mba. Ngjitur, domethënë në këtë ndërtesë, kështu që edhe kësaj vajzës po jap edhe një herë dorën këtu, edhe gjithë ju përshëndes, edhe faleminderit shumë për kohën dhe për suksesin që keni. Faleminderit për juve. Pak spontanesh, po ka njerë sa në spontane janë shumë atë bukra, edhe kena kalu shumë mirë. Vetë mja vajzë në këtë moshë që më kalon për shtypje që flet ka shërridheshën me bukur e pa emocion edhe pam, bravo qoftë. Më po largohem, ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Kalofshi bukur, respektesh do të mirë. Shumë faleminderit. Shkojmë në studio valla.